Si mund ta përkufizoje fjalën sukses me fjalët e tua? Për mua, suksesi nuk është një element që mbaron, por është një situatë, një ngjarje. Dhe pjesa më e madhe bie në grackën e dështimit për shkak sepse sa arrin një sukses nuk marrin asnjë hap tjetër, vetë kënaqen me atë sukses që kanë arritur dhe kaq mbaron cikli i tyre. Por të ndalosh suksese do të thotë është njësoj si të ndalosh ushqimin ditë për ditë. Ne ushqemi ditë për ditë, pavarësisht se është një ditë e re, do thuash ka nevojë organizmi, por e njëjta gjë ndodh edhe me suksesin që ne nuk duhet të ndërprehemi, nuk duhet të ndalemi asnjëherë dhe nuk duhet ta ndërpresim këtë vru. Sepse sa arrin një sukses, do thotë që ti bashkë me mbylljen e këtij suksesi ke vendosur një qëllim tjetër që duhet arritur. Dhe kështu siç ecën jeta, ashtu duhet arrin sukseset dhe jo të mendosh e arrita unë këtë gjë dhe tani çdo gjë mori fund. E njëjta gjë ndodh edhe me ato që ti mëson për të ndryshuar jetën tënde, për të jetuar jetën që meriton.